ra në pusetën e hapur dhe humbi jetën familja e Donika Goçajt patit kompaninë energjetike në New York. Familja e Donik Goça, shqiptaro-amerikanës 56 vjeçare që humbi jetën pasi ra në një puset të hapur me avull në Manhattan, ka ngritur padi për vdekje nga neglizhenca kundër kompanisë energjetike Con Edison, padi u paraqit në gjykatën supreme të New Yorkut edhe nga partneri i saj Yashar Jack Camera, i cili u plagos rënd duke përpjekur ta shpëtonte. Tragjedia ndodhi më 18 maj pranë East 52nd Street dhe Fifth Avenue. Goçaj doli nga automjeti për të takuar kamerën, por kur e pa pusetën e hapur ra brenda saj ku temperaturat ishin përvoluese. Kamera hyri menjëherë në puset, ndërsa kalimtarët kërkuan një shkallë, por përpjekjet për shpëtim të dështuan. Goçaj ndroi jetë nga djegjet e rënda, thithja e avujve dhe traumat fizike. Kamera pësoi dëmtime serioze në rrugët e Frymaris dhe vazhdon të jetë i shtrirë në shtrat. Familja pretendon se Con Edison e dinte prej vite se kapakët e puseta mund të zhvendoseshin nga automjetet e rënda, por nuk mori masa parandaluese. Avokati Howard Heshenhorn e përshkroi Goçajn si një nënt përkushtuar e cila pasi humbi bashortin rriti e vet me 2 fëmijë dhe punonte në 2 vende për të siguruar atyre arsim dhe jetë më të mirë.